Brenda vitit 2026 do të fillojnë punët për ndërtimin e sahat kullës në Tetov. Kjo është bërë e ditur nga kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, pas nënshkrimit të memorandum bashkëpunimit me drejtorin e Qendrës Nacionale për Konservim Aleksandar Jordanoski. Financimi i sahat kullës bëhet nga komuna e Konjës me vlerë rreth 200.000 euro, ndërsa nuk ka afat konkret se kur do të përfundojnë punët. Pas shumë përpjekjeve, edhe një herë do të kisha thënë rikthejmë një jetë temën e ndërtimit apo ndërtimit të sahat kullës në Tetov. Në këtë drejtim, pas shumë përgatitjeve, sot jemi këtu bashkë me drejtorin e Qendrës Konservatore për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi që vendon, do kisha thënë, themelet e para të bashkëpunimit ndërinstitucional për rikthimin e këtij projekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të Tetovës. Paraprakisht e dini që ka pasur disa tentime, ka pasur edhe sigurim të përkrahjeve, do kisha thënë, financiare, por nuk u arrit që ky projekt të rikthehet si pjesë e trashëgimisë kulturore dhe sot ne përfundimisht këtë procedurë nisim edhe me këtë bashkëpunim formal. Paraprakisht vetëm është siguruar një donacion prej dikund rreth 200.000 euro nga komuna e Konjës në kuadër të bashkëpunimit të komunës Tetovës si pjesë e Unionit të Bashkive Turke në botë. Besojmë që me këtë hap ne vetëm nisim një rrugtim drejt rikthimit të këtij objekti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore dhe unë besoj që aktivitetet e para ndërtimore do të nisin brenda vitit 2026, me shka Tetova do të rikthejë një objekt të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore të saj. Drejtori i Qendrës Nacionale për Konservim Aleksandar Jordanoski thotë se qendra që drejton ai bashkangjitet iniciativës që kryetari të komunës së Tetovës për përshpejtimin e hapave për ndërtimin e sahat kullës. Nacionalnet konzervatorski centar se priključува kod inicijativата на opština Tetovo i gradonačelnikot Bilal Kasami. Qendra Nacionale për Konservim do të fillojë të gjithë punët përgatitore të patjetërsueshme, duke filluar nga valorizimi i trashëgimisë kulturore, kontrolli i projektit të deritanishëm deri tek revidimi i gjithë dokumentacionit. Në fund të vitit 2005 dhe fillim të vitit 2006 kanë filluar gjermimet arkeologjike, që është një procedurë e nevojshme ligjore kur duhet të fillojnë të realizohet ndonjë projekt i kësaj natyre. Në vitin 2016 është bërë projekti, janë dhënë vërejtje të caktuara dhe aty ka ngecur procedura. Në ndërkohë, sipas Jordanoskit, sahat kulla daton si objekt që nga periudha osmane, ndërsa sipas dokumenteve ky objekt është ndërtuar ndërmjet viteve 1566-1576. Për herë të parë përmendet në vitin 1608, ndërsa në shekullin e 17 Tetova përfshihet nga një zjarr i madh dhe digjen shumë objekte të ndërtuara deri atëherë. Duke treguar historinë e këtij objekti, drejtori Jordanoski tha se Recep Pasha në vitin 1822 e rindërton sahat kullën dhe si objekt i tillë qëndron rreth 100 vite, deri në vitin 1933, kur me planin e atëhershëm urbanistik vendoset që aty të kalojë një rrugë dhe objekti më nuk ka ekzistuar. Sipas tij, disa herë ka patur iniciativa që sahat kulla në Tetov të ndërtohet, por kësaj radhe përfundimisht premtimi do të mbahet.